Për sa i përket të ardhurave totale për periudhën janar-mars 2026, ne arritëm të realizonim 205.1 miliard lek ose rreth 2 miliard euro. Këto të ardhura janë realizuar në masën 105.8% të planit të periudhës dhe nëse do t'i krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm, kemi mbledhur rreth 13.3% më shumë të ardhura se sa 3 mujori i parë i vitit 2025. E përkthyer në shifra, të ardhurat që kemi realizuar për gjatë këtij 3 mujori, krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2025, janë 250 milion euro më shumë. Nëse do të bëjmë të krahasim me planin e periudhës, kemi 110 milion euro më shumë të ardhura se sa kishim planifikuar për këtë periudhë të vitit. Rritja e të ardhurave natyrisht nuk ka ardhur si rezultat i rritjes së taksave apo të tatimeve, por vjen si rezultat i një mirë administrimi më të mirë tatimor dhe doganor, vjen si rezultat i një implementimi më korrekt të strategjisë afatmesme të ardhurave. Nëse do t'i referohemi tabelës të mbledhjes së të ardhurave, do të shikojmë që peshën më të madhe në këto të ardhura e zën tatimet me rreth 37.9%, e pasuar më tej me doganat në masën 25.8% dhe nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në masën 22.3%. Të ardhurat e mbledhura nga administrata tatimore janë realizuar në shumën 77.7 miliard lek ose 7.1 miliard lek më shumë se sa 3 mujori i parë i vitit 2025, pra 71 milion euro më shumë se sa 3 mujori i vitit të mëparshëm. Të ardhurat nga TVSH-ja të realizuara janë në shumën 25.2 miliard lek ose rreth 19.4% më shumë se sa 3 mujori i vitit 2025, pra rreth 20% më shumë TVSH se sa 3 mujori i vitit të mëparshëm.